seriali turk Ane, ose Nën, i transmetuar para disa vitesh në televizionin Klan, një histori që ka bërë miliona njerëz të qajnë dhe të emocionohen në çdo episod. Në këtë video nuk do të rikujtojmë vetëm historinë, po dhe si duken aktorët sot pas 10 vitesh. Mos u habisni, pasi disa prej tyre kanë ndryshuar shumë. Na shkruani në koment nëse i mbani mend akoma pas 10 vitesh dhe na ndiqni deri në fund pasi do t'ju rikujtojmë çdo gjë. Le të fillojmë. Seriali Nën është një dramë shumë emocionale që preku zemrat e miliona shikuese. Historia fokusohet tek Melek, një vajzë e vogël e cila jeton në një ambient të vështirë familjar, ku përballet me mungesë dashurie, dhunë dhe braktisje. Në jetën e saj hyn një mësuese, Zeynep, e cila fillimisht e veren gjendjen e vajzës dhe më pas vendos të marrë një vendim shumë të vështirë, ta marrë Melek me vete dhe ta mbrojë si nën. Ky vendim ndryshon jetën e të dyjave. Gjatë serialit shohim luftën e Zeynep për të krijuar një jetë të re për Melek, ndërsa përballen me të kaluarën. Seriali nuk është vetëm një histori për një fëmijë të braktisur, por edhe sakrificën që dikush mund të bëjë për të spëtuar një jetë. Përveç historisë së fortë, seriali u bë shumë i përfolur edhe për performancat e aktorëve, veçanërisht Cansu Dere në rolin e Zeynep dhe Beren Gokildi si Melek, të cilat u vlerësuan me çmime për aktimin e tyre. Po ashtu dhe Vahide Perçin si Kungull, nëna biologjike e Zeynep, sollën dimensione të tjera emocionale në histori, duke treguar konfliktet dhe plagët familjare që ndikojnë në jetët e personazheve. Në anën tjetër, qëndron mamaja dhe njerku i Melekut. Mamaja e saj bën një jetë të vështirë dhe të paqëndrueshme, ndërsa njerku një figurë problematike dhe i dhunshëm. Në atë kohë, Ane u konsiderua si një nga dramat më të forta turke, duke u diskutuar shpesh për mesazhin e tij mbi dhunën ndaj fëmijëve, braktisjen dhe rëndësinë e dashurisë prindërore. Pikërisht këto tema e bën serialin të veçantë dhe shumë të dashur për publikun. Faleminderit që na ndoqët. Shihemi në videon tjetër.